Përshëndetje, si e vetëm 2 minuta kohë, dua që të prezantoj këtë broshurën. Është nga shoqata e gjatë. Po, në gjatë. Shoqata e gjatë e ke dëgjuar ndonjëherë? Po, kam dëgjuar dhe është njëri mirë, i sjellshëm me neve dhe unë kam komunikuar me shoqatën dhe kanë të njëjta tradita si neve me fjalën e shoqatën. Mendoj që kemi shumë ngjashmëri shqiptarë iranianët. Kemi shumë ngjashmëri si në kulturë, në edukatë, në ushqim, në shumë gjëra të përbashkëta. Kështu që ne i përshtatemi asaj shoqate. Po për Mekun keni një informacion? Për Mekun që është në Durrës. Po, për Mekun që është aty kam informacion që është Mans. Po. Aty kam informacionin i shikoj që janë njerëzit të ndarë, të shkufotur, pa komunikime, pa kështu. Ku ke lexuar ose parë për Mekun? Kam dëgjuar aty se kam kaluar ande. Unë thënë që janë të trishtuar si njerëz. Nuk ka komunikime, nuk ka gjëra të kenë të përbashkëta njëri me tjetrin, janë shkufotur. Po për kulturën iraniane, ke informacion? Kultura iraniane... Besoj që mosha juaj ke dëgjuar. Mund të them që është e barabartë me kulturën tonë. Qoftë nga kultura, qoftë nga ushqimet, qoftë nga tradita, qoftë nga feja. Ato që bëjmë ne, bën dhe kultura iraniane. Madje thonë që edhe në infrashëri kishte lidhje me iranianët. Kishte, sepse ne jemi, unë personalisht jam Bekashian, edhe kishim lidhje me fjalë edhe me frashërit, po edhe me Iranin se ka të njëjtët tradita si neve. E qartë. Kështu që ne kemi të njëjtët zakone me iranian. E kuptoj. Okej, faleminderit shumë. Ishte shumë kënaqësi. Faleminderit. Faleminderit.